Eriola Shehaj, master shkencor për financë, Universiteti Mesdhetar. Çështja që më shqetëson dhe dua ta ndaj këtu me ju është sa mundësi kam unë që të punësohem në profesionin tim. Konkretisht dua të di, a keni një plan për të rritur punësimin e të rinjve? Dhe nëse po, a keni ecur shpejt në këtë drejtim, duke ditur se motoja juaj është të eci më shpejt? Ju faleminderit. Përshëndetje. Nuk dua të bëj reklam për universitetet private, sepse shumica këtu janë nga universiteti publik, por vërtet kam mbetur shumë i befasuar pozitivisht nga një debat që kemi zhvilluar në qytetin Studenti për projekt buxhetin e shtetit, midis Universitetit Mesdhetar dhe Universitetit Publik, Fakultetit të Ekonomisë. Ndoshta kjo lidhet edhe me zotin Angjeli, si profesori financës, por ajo që dua t'ju them ju është që kemi vështirësi për realizimin e programit tonë për punësimin, natyrisht që kemi, sepse ky ritëm i rritjes ekonomike prej 2 deri në 3% nuk është i mjaftueshëm. Që kjo mundësi do të shtohet të ardhmen, sepse dhe rritja ekonomike do të shtohet, kjo është e padiskutueshme. Që kemi vështirësi shumë të mëdha për të punësuar jurist, kjo është e vërteta më e madhe, sepse edhe numri atyre që janë diplomuar për drejtësi, ju e dini që është jashtëzakonshëm. Por jam i sigurt që gjithë ata që kanë studiuar për financë apo për kontabilitet, gjithmonë kanë pasur mundësi të punësohen shumë më shpejt.